Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma. Ju ftoj të njiheni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë ndikua nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti ishte fillimisht I kthjellët dhe gjatë orëve të mesditës patëm shtim brendësirash mesatare deri të dendura, kryesisht në relievet malore në veri dhe verilindje të territorit, të cilat dhe u shoqëruan me reshje shiu me intensitet të ulët në formën e shtrëngatave afat shkurtra në mënyrë të izoluar, kryesisht në relievet malore. Era ka fërë me drejtim jug-perëndim dhe veri-perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet ka fituar shpejtësi 12 metër për sekond, e shoqëruar me valësim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 5 deri në 22 gradë, në zonat të ulta 9 deri në 25 dhe në Bregdet 13 deri në 26 gradë Celsius. Për ditën e nesër me vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet I kthjellët dhe vranësira mesatare gjatë orëve të mesditës, kryesisht në relievet e larta malore. Era do të fryjë me drejtim verilindje dhe veri-perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 12 metër për sekond, e shoqëruar me valësim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 7 deri në 23 gradë, në zonat të ulta 11 deri në 26 dhe në Bregdet 14 deri në 27 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi I motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.